Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pas ka qenë kaq e thjeshtë dhe nuk e kemi ditur, ja si të keni rroba të bardha si bora. Çorapet kanë nisur të mbajnë një lloj në çdo stin, madje dhe ato të bardha, duke qenë që atletet sportive kanë hyrë shumë në modë. Nuk ka rëndësi janë të gjata apo të shkurtra, apo kanë dhe në formë papuçesh, të gjitha kanë pjesë të poshtme e cila ngjyroset nga papastërtitë. Nëse do të bënim një sondazh për rrobat më të vështira për të pastruar siç duam, çorapet e bardha do ishin ndër kryesueset. Detergjentët, lavatriçja, por ndonjëherë edhe fërkimi me dorë, nuk arrijmë t'i pastrojmë siç duhet. Megjithatë, ka disa përbërës natyral të cilët arrijnë që të kthejnë çorapet në bardhësinë e ditës së parë. Këtu ne do t'ju tregojmë mënyra të ndryshme për t'i pastruar çorapet me këta përbërës. Uji i vakët me krip. Kjo metodë ka funksionuar dhe do të funksionojë gjithmonë për larjen e çorapeve të bardha, por edhe për veshjet tuaja. Sasinë e përcaktoni sipas dëshirës. Ajo që duhet të bëni është thjesht të futni çorapet në një enë ku keni hedhur paraprakisht ujë dhe krip dhe lëreni aty për disa orë. Më pas, mundet që t'i lani me dorë ose në lavatriçe me çfarëdo lloji detergjenti. Uthull e bardhë rrushi. E dim që uthulla e kuqe apo ajo e mollës janë të preferuarat tuaja, por me sa duket, uthulla prej rrushit të bardhë është aleate për larjen e çorapeve. Përgatisni një mas me 250 ml uthull rrushi të bardhë dhe 1 litër ujë të ftohtë. Shtoni brenda çorapet e palara dhe lëreni për 40 minuta. Më pas, lajni ato në lavatriçe dhe sigurisht do të shikoni se do të duken si të reja. Sodë buke dhe limon. Soda e bukës është një produkt i gjithanshëm, por përdorimi i saj si një produkt në larjen e rrobave mundet që të rezultojë akoma edhe më efektiv nga sa mund ta keni menduar. Krijoni një masë me sodë buke dhe lëng limoni të freskët. Raporti duhet që të jetë 100 gram sodë buke me 100 ml lëng limoni. Pastën vendoseni mbi çorapet e njoma. Lëreni për 10 minuta të pushojë. Theksojmë që nuk duhet të shtoni ujë. Më pas, lajni në makinë larëse. Për rezultat më të fortë, shtoni 2 lugë gjelle sodë buke krahas ilaçit të rrobave. Do të habiteni nga rezultatet. Rrobat e bardha kanë filluar që të zverdhen dhe ju nuk po dini se si t'u riktheni sërish ngjyrën. Këto janë mënyrat natyrale për të shfrytëzuar pa kimikate dhe sigurisht në kushte shtëpie. Shmangni tharsen dhe thajni në diell. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, vendoseni ato të thajnë në diell. Shmangeni tharsen e tyre. Rrezet e diellit do të zbardhin rrobat tuaja. Rrezet ultraviolet kanë të njëjtën fuqi me detergjentët. Limoni është zgjidhja. Lëngu i limonit është një zbardhues fantastik që mund t'i japë rrobave tuaja të bardha një shkëlqim të ri. Përzieni gjysmë filxhani lëng limoni me ujë të nxehtë. Vendosni brenda lëngut rrobën që dëshironi të pastroni dhe lëreni atë për 1 orë ose nëse keni kohë edhe më gjatë. Më pas, fërkojeni me gjysmën e limonit të prerë dhe lëreni për plot 30 minuta. Në fund, lajeni normalisht. Shtoni një dozë uthull të bardhë gjatë larjes. Uthulla duhet të jetë zgjidhja më e mirë e rrobave tuaja. Për heqjen e njollave të vështira dhe zbardhjen e rrobave, uthulla mund t'i bëjë të dyja. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, lëreni një zgjidhje duke përzierë 1/4 filxhan lëng limoni
me një të dytën filxhan uthull të bardhë. Përdoreni këtë zgjidhje si një alternativë për zbardhjen. Soda e bukës. Soda e bukës është gjithashtu një deodorant natyror, kështu që rrobat tuaja jo vetëm që do të jenë më të shëndetshme, por gjithashtu do të kenë edhe një pamje më të freskët. Bluja është e bardha e re. Bluja dhe e verdha janë ngjyra plotësuese të njëra tjetrës. Çfarë duhet të bëni? Nëse shtoni një detergjent blu, ju kompensoni ngjyrën e verdhë që duhet të jetë krijuar në rrobat tuaja. Gjithashtu, sipas ekspertëve, për të mbajtur rrobat e bardha borë, si në ditën e parë që ju i keni bler, nuk është e mundur nëse këtë të fundit i lani vetëm në lavatriçe, por duhet të mësoni disa këshilla të gjyshes, të cilat ne ju a kemi sjell edhe në këtë video. Sipas tyre, rrobat e bardha kanë nevojë që të trajtohen para se të lahen në lavatriçe, dhe tani që do të veshim bluzat e bardha në çdo stil, këmishat e bardha, ne do t'ju tregojmë një sekret të vjetër. Pas pastrimit, lëreni për të paktën një orë ose më shumë dhe më pas lajni si zakonisht. Gjyshet pretendojnë se metoda gjithashtu është e vlefshme edhe për rrobat e errta, por këshillohet që të mos e lini përzierje në pëlhur për një kohë të gjatë sepse zbehet ngjyra. Për të hiqur njollat kokforta dhe të tmerrshme të djersës, jo vetëm që nevojitet një masë e përgatitur në kushte shtëpie me vetëm 3 përbërës, por gjithashtu ju duhet edhe një detergjent i lëngshëm i cili pastron edhe yndyrën. Mund të jetë edhe ilaç i enëve. Pra, përbërësit janë peroksid hidrogjeni dhe sodë buke dhe ilaç enësh. Përzini në raportin 1:2 detergjentin me peroksidin e hidrogjenit dhe aplikojeni mbi njollë. Më pas, shtoni aty sodë buke dhe fërkojeni me një furçë copën e veshjes derisa pasta të përthithet nga fibra e bluzës apo këmishës. Mund të shtoni edhe lëng limoni në larje. Ndihmoni në zbardhjen e rrobave tuaja dhe lavatriçen tuaj duke shtuar një filxhan gjysmë lëng limoni në ujë. Lëreni për të paktën disa orë dhe më pas lajini si zakonisht. Shtoni uthull të bardhë në larje. Ky është një truk i vjetër, por shumë i mirë. Thjesht hidhni në një filxhan gjysmë filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes. Hidhni sodë buke në lavatriçe. Përzini 4 gota ujë me një filxhan me sodë buke. Lëreni rrobat e bardha për disa orë përpara se të kaloni nëpër një cikël të rregullt të larjes. Gjithmonë keni parasysh se rrobat duhen përdorur vazhdimisht dhe duhen larë me kujdes, prandaj herën tjetër mundohuni që të zgjidhni të përdorni edhe këto produkte natyrale të cilat do të ruajnë pëlhurat tuaja, por edhe rrobat tuaja. Qumshti. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe i ndihmon ato të zbardhen. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose pambuku. Thitheni veshjen në një tas me qumësht dhe lëreni aty për një orë dhe më pas lajni si zakonisht. Mirëpo duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.